بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أفرمدرojmë Allahun Azza wa Jalla për të ndihmë dhe fare kërkojmë i dërgojmë selamën mbi të dërguaritur Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi ata që ndjekin dhe pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Me vëllezër përndojmë Allahun Azza wa Jalla me një falënderim veçantë në cilën e ka mundësu Allah Azza wa Jalla mi kalu këtë ditë duke adhuru Allah Azza wa Jalla duke agjëru dhe lusë me Allah Azza wa Jalla që për çdo ibadet adhurim na pranon Allah Azza wa Jalla. Nuk na ka mejtë edhe shumë pak ditë, për i thamë dhe një 14 ditë, sa do shnatë 14 hin 13 në më thonë, një ditë më pak, subhanallah. Ashtu që ka thënë Allah Azza wa Jalla janë ma'dudat, janë ditët numrore të caktuara. Shkonën, subhanallah. Mirë po këto ditë që kanë kalu, na do të me llogarit vetëm tonë, se çka kemi vepru prej veprave të mira brenda këtij muaji të Ramazanit. Arsyeja pse na do të me llogarit vetëm tonë, shkako që ditët e vem që i kemi me shfrytzu mirë e ma mirë. Nga se na pret nata e katërit dhe të jemi gati shumë që ta presim natën e katërit në mënyrë më të mirë, kur na jemi të lidhur edhe më shumë me Allahun Azza wa Jalla. Kur na jemi të lidhur, që shka thoni Ibn Rajab, Allah Azza wa Jalla na mundsa me prit natën e katërit në qoftë te e shfrytëzon ditën e tij. Allah ka kriju ditën, ka kriju edhe natën. Mi po qysh je ditën kime qenë edhe natën. Andaj që na do të miru këta ditët që kemi të Ramazanit për me arrit natën e katërit. Ta shfrytëzojmë dhe më thonë ditët e cila kanë betë gjatë këtij muaji të Ramazanit. Po i vëllezër, kthehemi tek historia e profetit sallallahu alaihi wasallam, jeta e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Pasi që ajo vëllezër mushrikët ju mundu zisa me shku tek migja i profetit sallallahu alaihi wasallam, Ebi Talib, mu mundu që me ndalë daletën e profetit sallallahu alaihi wasallam, një herë, dy herë, tri herë, nuk është nalë. Ju mundu të lloj shumë me ndalë, apo dan pasuri, apo dan këto, apo dan këto, nuk ka mund. Ata ju bo armitësi. Edhe me migjën e profetit, edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mushrikët kanë shpallë armitësi, ma njeni armitë qëtër. Piktushit ja kanë fillu tortura edhe ma shumë. Ndaj muslimanëve, po të njëjtën gjë e kanë rujt profetin sallallahu alaihi wasallam, që shnojnë të na me nëzona i konë qysh. Qashtë e kanë rujt profetin sallallahu alaihi wasallam, vetëm me tortu ata. Pas shumë torturave, kanë rënë dakord muslimanët që na do të patjetër mu taku me një vend caktuar. Edhe e kanë lanë Darul al-Arkam, e kanë lanë dhe më thonë shtëpijën, pa shtëpinë e Bujahit, edhe Bujahit se ka ditë. Subhanallah. Djali ti, Arkam ibn Arkamit, ka qenë njëri prej të parëve që ka inë Islam, 16 vjet i ka parë. 16 vjet i ka shërby me Ahmed sallallahu alaihi wasallam. Shtëpia e Bujahit i ka shërby me Ahmed sallallahu alaihi wasallam, Bujahit nuk i ka ditë. Ku e kanë bota ata granin cakin mu taku? Shtëpia e Bujahit ka qenë, Arkam ibn Arkamit ka qenë dhe më thonë, afër kodës Safer. Në atë vend u shbu pazari, në atë vend u shbu tregtia, edhe pejgamberi e ka lyp atë shtëpi, do thonë u shpëlqy aja shtëpi, pse mos më e di që musliman kanë të shku. Po shkajnë pazar, si cilë pëjtojnë, po shkajnë pazar, rrugës pazarit në qysh në shpetrej, edhe ju në taku në këtë shpi, në shpinë e Arkam ibn Arkamit, dhe kam mësu që kam mësu për profetit, i kam mësu ajetën, i kam mësu fjallë të Allah të zëgjel, e kam mësu dinin, e kam po profetin sallallahu alaihi wasallam shëtë mëra. Mirë po mushrikët me gjithat, nuk i kanë nalë torturat ndaj muslimanve, ndaj sahabëve. Kur e ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se qysh por torturojnë shokët e tij, ata që bujnë në Islam, i ka bon leje që ata me bërë hijgjeret. Hijgjeret i parë ka qenë Habesani, në Habeshe, në zonë Habesani e Sodit, Habeshe. Hijgjeret i parë kanë uhtu. Sa vete kanë qenë në hijgjeretin e parë, kanë qenë 12 burra e 4 grau. Për i 12 burrave që kanë qenë në hijgjeretin e parë, kanë qenë edhe kush?
edhe Uthman ibn Affani. Dhe ka qenë edhe qike e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e cila ka përtemrin Rukije. Ka qenë me ta. Ka shku në Beseni atje, ju në prit për ati mbretit e kështu të më radhë. Pastaj, thuaj se një vit ka nejt atje. Po që kanë do brenda këtij viti që ata kanë bo hijgjeret. Kanë do që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku në Qabe. Ka fal namaz dhe ka lexuar për surën Nejm. Për surën Nejm është më ranë sejdë. Mushrikët as shumë që ja ka kojt fjale Allahit, se kanë pengu, në lejën e të lexan, e kanë dëgju me vëmendje, si cilë prej tëve është mundu mu fshirë që me s'me thonë, a pëndegjan edhe tëra, e më po pëndegjan. Po si cilë prej tëve në më thonë, e ka marrë ka një qysh në Mekë në Qabe, duke ndëgju profetin se qysh për lexan Kur'an. Dhe ka ardhur ajeti për miran sejdë Allah të zëgjel. Ka ardhur me merin sejdë dhe shka ka pak në Qabe, në partë të Qabës, apo në lagjët e cila kanë mesin e tëve Qabja, kretën ata ka nënë sejdë. E që ky lajmë u shboj madhë, u shpërhap, deri sa ka arrita më tanë edhe në Habeshen, në Bosninë e Sodit, në Besinë e Sodit, duke mendu që muslimat ati ju bo dhe mushrikët muslimat, kanë marrë rrugë kanarë. Kur kanarë kanë po këtë dishka tjetër, kanë po prapë mushrikët i kanë po, mirë po, këto është një lajmë që mami të bi, kur më se përhap lami për e po më së të to. Vallaj kanë pranu Islamin, i kemi pana, po thënë që i kanë nënë sejdë të Zotit. Mirë po se kanë pranu Islamin. Prej ajetëve që ata e kanë dëgju, zemrat e tëve jënë për ullë dhe jënë qëdi. Qysh ka bu pejgamberi dhe ata kanë vepru. Pastaj ju ushtru mundi, torturat edhe ma shumë ndaj sahabëve. Deri sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i obligan, së ushtërit edhe numri muslimante, i obligan për herë dytë me bo hijab në Habeshe, në Abesinin e Sodit dhe më thonë. Në hijgjëretën e dytë në Habeshe kam qenë 83 bura e 19 gra, ma shumë, 83 bura e 19 gra. Kam shku atje, kam po diskutim me atë mbretin e tëre, kështë me au, kam ronë Dakar që nuk nga pengani ju me jetu, nga konë ligjet tona, dhe kanë jetu atje deri sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku në Medinë, pastaj ata ju largu dhe kanë shku në Medinë. Mirë po ju vëllezër, në historinë e profetit quhet Amul al-Hazn, viti i hidhërimit, i kllimit. Pse është quajtur në historinë e profetit? Është mërzit pejgamberi shumë sallallahu alaihi wasallam se ka ndodhur diçka. I ka vdek Migja dhe i ka vdek Khadija. Momentët duke dhënë shpyrë, Migja i ti ka prezentu. Në moment duke dhënë shpyrë, Migja i ti ka prezentu. Në moment Migja duke dhënë shpyrë, pejgamberi ka prezentu në ato momente. Edhe i ka thonë, ja ammi, kull la ilaha illallah. O Migja jam, thuj, la ilaha illallah, eshfa leke biha jomën qiyame. Ka me të shmu për ty, ka me dhënë argument për ty, që ti e ke thonë që fjallë. Prezent ka qenë Ebu Gjehli, ka qenë Umeje, edhe ka shiku dhe më thonë ka këta. Edhe ata i kanë thonë një gjithë për vetit. E tërë dhe bua në milleti Abdul Muttalib, apo da me lanë të vejnë Abdul Muttalibit ta, në thonë pasar si ju një pari ka qenë në fejnë e vetë të kësele. Edhe i ka besu dhe më thonë ju për vetit, po ka heshë, i ka besu ata dhe ka më thonë ka vdekër ju musliman. Po të njëjtin e këtë vit ka vdek edhe kush, ka vdek edhe nana besimtare. Nana besimtare, ajo është Khadija. Kur ka vdek po edhe në këtë vit, atëre ju ushqil rrugat e moshrikve për me sënu pejgamberin. Pse mo nuk ka kush e mbron pejgamberin. Se Khadija ka qenë njohur mesin e mushrikëve, ka qenë e pasur, ka qenë e pushtetshme. E njëjta gjë edhe Abu Talib, Migja i tij e ka mbrojtur profetin. Kur kam thënë atë, atëri u shhap rruga që më sënu sa më shumë profetin sallallahu alaihi wasallam. E me lejnë Allah të zëgjel, nesër vazhdojmë me pjesën tjetër
të jetës profetit sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.